Thonë një shprehje veriore, njeriu nuk i hikën lëkurës vet. Edhe nuk ke pse. Ai që ka integritet po. Po sigurisht duhet të kesh integritet që mos veshësh 7 lëkura. Nëse njeriu ka 7 lëkura. Por Romeo, sot u mor vendimi që çështja e klubit Partizanit shkojnë në gjykat. Shkoj aty ku duhet. Shkoj aty ku duhet. Çfarë do të ndodh? E para njëherë që kjo çështje u shty me artifica të tepruara, nuk ka ndodhur ndonjëherë që një seancë para pragët zgjasi kaq shumë. Kam qenë pothuaj vetëm që kam thënë që do zgjasi duke pas parasysh kompleksitetin e çështjes. Pra kush ishte përfshirë, gjendje që ka gjyqësori, sado që mendova që do zgjate, po jo kaq muaj sa zgjat. Bile edhe më tepër. Pra zakonisht që 40-45 ditë zgjasin këto lloj seancash. Vlerësohet qenia e faktit, provat, o kthehet për jetim, o pushohet, o çohet gjykim. Dhe sa zgjati kjo për djeni? Po, muaj sa duash, domethënë. Po, që në momentin që u shpall akuza Berisha, deri tani ka shku besoj 7-8 muaj. Dhe me sa shoh, fakti që u shty seanca ka qenë një lloj mbas edhe marrje vesh në eshtje palët, merren vesh, që u desh të kalohesh dhe periudha zgjedhore. Pra për mua ka vajti i favorizuar Berisha në këto zgjedhje. Dhe sot kemi, megjithatë ta kërkuan në mënyrë për mua të paargumentuar, dhe kur është paargumentuar është dhe pa mbështetur në ligj, për shtimin e gjyqtares, që realisht ka qenë favorizuese për personin fjalë, se për të njëjtat gjëra Meta është në qeli, Veli është në qeli, po Berisha jo.